Përshëndetje edhe për ju. Po nisim me juve, zotri Sylla, si e vlerësoni vendimin e trupit gjykues për të shtyrë shpalljen e aktgjykimit deri më 16 shtator? Ishte e pritshme marrë parasysh mënyrën se si është zhvilluar i tërë procesi deri më sot? Në fakt, si organizata veteranëve të luftës të cilësimit për zvarritje të këtij procesi, po edhe TVM, krejt roli të gjykatës speciale prej asaj se në çka themelu, në çka është sot, i kemë vrejtë shumë herët. Edhe më tregu drejt nuk është që kemë për në lejmë mirë për kësaj gjykate në herë, prej që kemë kuptu që kjo ka deviju nga misioni i saj. Prandaj duke pas parasysh gjithë këto shtyje që u bën edhe më herët, sepse ju dini kjo është hera e tretë që po shtyhet. Kjo datë të verdiktit final, për neve është e papranueshme gjithë këtë arritje që po ndodh, ne prandaj edhe kemi bërë atë reagim që kemi bërë dje, kemi pas shumë telefonata, kemi pas shumë reagime për shumë bashkëpunëtorëve tonë, po edhe për qytetarëve. Jemi në koordinim edhe me shoqërinë civile dhe nuk mujna me lëmë kaq lehtë dhe edhe këtë shtyje të panevojshme fare. Ju dini u bën 6 vite që bashkëpunëtorët tonë sot gjenden dhomët e paravogimit, prandaj me qenë se në fokus aktualisht e kemi protestën që do të ndodhë në Kroaci, javën e ardhshme, do të mbledhet kryesia, do ta marrë një vendim se si t'i qasemi kësaj problematike, pra edhe një herë kësaj neglizhencë të gjykatës speciale lidhur me verdiktin penal. Pra java e ardhshme do të na tregojë më qartë se cilat do të jenë veprimet e organizatës tonë lidhje me këtë çështje. Po, Ndrecaj, çfarë nën kupton juridikisht kjo shtyrje dhe realisht a ishte e pritur? E di se në diskutime të mëhershme që kemi pasur pikërisht për këtë çështje, shpesh edhe kemi folur me frikën se do të ketë një shtyrje tjetër. Po, natyrisht, unë e kam pritur se do të ketë shtyri, por jo në shtator. Realisht, unë kam pritur që në qershor të ketë një aktgjykim. Mirë, po, marrë parasysh faktin që kemi të bëjmë me një proces shumë të komplikuar dhe një vëllim shumë të madh të shkresave brenda landës ku është drejtuar i gjithë ky proces. Kam pritur që diku ka fundi kurrikut, do të thotë që të ketë një aktgjykim. Por ja që dje në njoftimin zyrtar të dhënë nga dhomat e specializuara, rezultoi që ata kanë kërkuar kohë akoma më tepër, do të thotë 2 muaj ekstra shtet, po 2 muaj diçka më shumë shtet, të në shtator, respektivisht në 16 shtator të dalin me aktgjykim, gjithmonë mbi argumentin që ne kanë arsituar atë për shkak të vëllimit të madh dhe administrimit të provave sipas trupit gjykues,